Në kuadër të 16 ditëve aktivizëm kundër dhunës me bazë gjinore, në Bibliotekën Publike Marin Barleti u hap një ekspozit me autore Josefina Delia. Autorja Delia thotë se mesazhi i kësaj ekspozite është të tregojë rëndësinë e gruas në shoqëri dhe zgjidhja se si duhet të trajtohet ajo. Institucioni temi ka mbërru këtë ekspozit në kuadër të 16 ditëve të aktivizmit kundër dhunës ndaj grave, për arsye sepse është një ekspozit ku nëpërmjet artit, e cila është gjua më humane në botë, ne mund të shprehim dhe mund të dalim krejt mirë nga narrativa, pra nga ato figurat e trishta, të zymta, duke dhënë një mesazh tjetër më të bukur, duke dhënë edhe zgjidhjen në një farë mënyrë se si duhet të jetë dhe se si duhet të trajtohet gruaja. Kjo ka kanë arsye që unë kam bërë këtë ekspozit plot ngjyra, plot jetë, plot lule, për me tregu se gruaja është një lule dhe për me tregu rëndësinë e saj në çdo fazë të saj të jetës, që është gruaja nga fëminia, rinia e të tjerë. Pjesë e ekspozites u bën edhe të rinjtë e shkollave të qytetit, ndërsa ekspozita prezantoi stadet e gruas gjatë jetës së saj. Punimet janë të kësaj gruaja në disa stade të jetës së saj, pra të fillu nga fëminia, nga rinia e saj, momenti që martohet dhe si duhet jetë martesë, deri në momentin që ajo plaket dhe ajo dora që nuk të lëshon kurrë deri në fund të jetës. Si imagjinoj pra një marrëdhënie mes një gruaje dhe një bashkëshorti, pra nuk ishte vetëm gruaja në themel, ishte familja në total, pra që nga shtatzaninja sa rëndësishme në jetën e një gruas, për kujdesi që ai duhet marrin e tjerë këto. Aktivitetet e 16 ditëve aktivizëm kundër dhunës me bazë gjinore, të cilat kanë nisur për disa ditësh, do të vijnë deri me datën 10 dhjetor, ku do të zhvillohen aktivitete edukative në sensibilizimin kundër dhunës së gruas.